ehli sunneti në çdo kohë kthehen tek dietarët e mëdhej. Dhe kjo është diçka që i dallon selefit, që i dallon ehli sunnetin nga grupacione tjera, për arsye se nëse shikon grupacione tjera, ata ose kthehen tek njëri prej kokave të tyre në vendin e tyre, në kohën e tyre, ose kthehen tek formuesi i tyre që e ka shpikur atë grupacion, sikur për shembull kthehen tek Hasan el-Banna, ose tek Said Qutb, ose tek të tjerë prej formuesve të grupacioneve bashkohor, ose edhe tek grupacionet e mahershëm, sikur tek Mu'tazilit dhe Jahmit dhe Khawarijt e kështu me radhë. Ndërsa ehli sunneti kthehen çdo herë tek dietarët e mëdhej. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "El barakatu ma'a akabirikum." Bereqeti është me të mëdhejt e juve. Edhe Abdullah ibn Mas'udi radiallahu ta'ala anhu ka thonë: njerëzit dhe vazhdojnë të jenë në mirësi përderisa e marrin diturin prej të mëdhejve. Edhe nëse shikojmë në historinë e muslimanëve, atëherë çdo herë janë kthyr tek të mëdhejt. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabët janë kthyr tek ai, alayhi salatu wassalam. Mas vdekjes së tij janë kthyr tek Ebu Bekri. E mas vdekjes së Ebu Bekrit janë kthyr tek Omeri. E kështu me radhë. Ka qenë cilësia e tyre që kanë udhëtuar derisa të mrinte dietari i madh që ta pyesin atë. Në kohën e Imam Malikut rahimahullah, kanë thonë nuk jep askush fetva duke qenë Malik në Medina. Dhe kanë udhëtuar njerëzit tek ai vetëm që ta pyesin atë për çështjet e fesë. Pastaj në kohën e Imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah, ehli sunneti janë kthyr tek ai. Sidomos kur ka ardhur fitnja e khalq al-Quran, ku Jahmit kanë pretenduar se Kur'ani është i krijuar. Atëherë ata që janë kap pas fjalës së Imam Ahmedit, ata kanë qenë të sigurt dhe kanë shpëtuar nga fitnet dhe nga devimet. Deri në kohën e Imam Ibn Taymiyes rahimahullah, Sheikhul Islam Ibn Taymije, që nxënësat e tij dhe njerëzit në atë kohë, edhe mas kohës së tij kur janë kthyr tek ai, edhe tek librat e tij e kanë kuptuar çka është kuptimi i selefit, sidomos në çështjet e emrave dhe cilësive të Allahut, ku Esharid dhe Maturidit kanë deviju. Atëherë kapja dhe kthimi tek dietarët e mëdhej ka qenë mbrojtje për ata. Vetë Ibnul Qayyim rahimahullah, që ka qenë dietar i madh, tregon se nuk e ka kuptuar udhëzimin dhe sunetin vetëm se masi është takuar me Ibn Taymijen. Edhe kështu në atë kohë ka qenë Imam Abu al-Hajjaj al-Mizzi dhe al-Barzali dhe Imam al-Dhahabi dhe Imam Ibn Kathir, edhe gjithashtu autori i librit al-Muharrar që ka qenë Ibn Abdul Hadi. Këta dietar të mëdhej, domethënë kanë qenë nxënësa të Ibn Taymijes, ose disa kanë qenë prej tyre shokë të Ibn Taymijes, po që kanë përfituar prej tij dhe e kanë kuptuar të vërtetën prej librave dhe fetvave të tij. Pastaj në kohën e Muhammed ibn Abdul Wahhab, ai ka luftuar bidatet, ka luftuar shirkun, i ka thirrur njerëzit në tauhid dhe në kapjen mas sunetit. Atëherë ata që kanë ndjekur këtë rrugë, që kanë mësuar prej tij dhe prej librave të tij, e kanë kuptuar realitetin e tauhidit, për arsye se ka qenë shumë i përhapur shirku, janë adhuru varret, kanë besuar se evlijat mundën me ndiku, me dhon dobi ose me ta largu dëmin. Atëherë ai ka ardhur me tregu se çka është thirrja e pejgamberëve, çka është tauhidi. Ata që kanë lexuar librat e tij dhe kanë ndjekur rrugën e tij kanë shpëtuar prej devijimit dhe prej bidateve dhe prej shirkut. Deri në kohën tonë kanë qenë dietarë të mëdhej sikur Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, ky dietar i madh, el-Imam el-Allama, edhe gjithashtu dietar i madh el-Imam el-Allama el-Muhaddith Muhammad Nasiruddin al-Albani, gjithashtu dietar i madh el-Imam el-Allama el-Faqih Muhammad ibn Salih al-Uthaymin. Këta tre kanë qenë dietarët më të mëdhej në këtë kohë. Për këtë arsye ehli sunneti janë pajtuar dhe të gjithë ata i ndjekin, ndërsa ata që flasin keq
kundër këtyre dietarëve dhe marrin dietar tjerë dhe i pasojnë dhe jo këta, atëherë kjo tregon se ata kanë diçka prej devijimit në zemrat e tyre që nuk i ndjekin këta dietar të mëdhenj.